Allahu thot, mos njifni ma shumë se një zot, mos i njifni di zotna. Pse s'ka thonë ai drejt për drejti nuk janë di zotna? Po përmendim Allahun xhelle xhelaluhu dhe nderin e të përmendurit të emrit ti. Ka thonë ai vet, është tërheqje e vërrejtjes së drejt për drejti njeriu të devijuar. Wa qala Allahu la tattakhidhu ilahayn ithnayn. Vet Allahu xhelle xhelaluhu spjegon edhe sot, edhe thirr, edhe tërheq vërrejtjen njerëzve që mos njohin më shumë se një zot. Pse në këtë mënyrë në këtë ajetin 51 surat an-Nahl, Allahu xhelle xhelaluhu neve na ban të ditur se këto nëse ju ndodh jeni në rrezikun më të madh. E komenton këtë ajet me ajetin tjetër në Kur'anin e Kerim. Më i fortë i koment i Kur'anit cili është? Më i fortë i koment i Kur'anit e Kerimit është kur ajeti me ajet komentohet. Kur Kur'ani spjegohet me Kur'an, ka thonë Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allahu i fal gjitha gjunat. Gabimet pa marr parasysh se e kanë emrin edhe prej ka e kanë burimin, i fal Allahu xhelle xhelaluhu. Se ka thonë Kur'ani i Kerim, Inna Allaha yaghfiru dhunuba jami'a. Un i fali gjitha gjunat. Ka thonë vetëm një jet i pa falun për shkak se e pret dënimi i caktuar i pa mëshirshëm. Cëllin se fal Allahu xhelle xhelaluhu? Illa an yushraka bih. Nëse njifni ma shumë se një zot, këta ka thonë nuk e fali. Vetëm shirkin, vetëm atë që Allahu t'i njeh riban ortak, atë sa Allahu xhelle xhelaluhu nuk e fali. Në këto çështje të devijimit të besimit vajnë pjesë ajetet e sotit. Kur jam këtu duhet ta sqaroj një gjë inshallah taala. Se disa njerëz i ka habit fakti njerëzve të mirë si janë musliman. Shumë njerëz vujnë nga ky kompleks. Se nuk ju besohet fare se njerin e mirë i cili sash musliman në këtë botë vetëm të mira ka, s'ka fshija fare, Allahu e çon xhenem. Nuk është duke ju kalu disa njerëzve në krije. Për shembull, ato thonë kështu, si mundet që Nikola Tesla shkon në xhenem? A kejt njerëzit po rrinë në dritën e tij mas darke? Kështu po thonë. Pse me shkukin në xhenem? Pse të shkojë në xhenem? Ai që ndërtoi Concordin, ndërtoi Boeingin, ndërtoi Jumbo, pse të shkojë në xhenem? Ai që ndërtoi trenin, ai që boni lokomotivën, ai që boni kompjuterin, ki që boni telefonin. Si mundët me shku për shembull në xhenem Nën Tereza? Ajo bë mirë se e kush ban mirë shkon në xhennet. Kështu e di njerëzit, se në xhennet shkon ai që ban mirë. Kja është xhamati i ndershëm realitet, po mësoje një herë për gjithmonë, se në xhennet shkojnë ata që bojnë mirë nëse e njohin vetëm një Zot. E nuk i bojnë njerëzit vetës qef, po e lajmë na me një fjalë katun që po e lajmë kryen me akull njëri tjetrit. Nën Tereza hin xhehenem. Ajo hin xhehenem për shkak se njeh më shumë se një Zot. Jo për inatit tem, jo për atër tem, jo për inatit ati, jo për atër këti, jo për sulm njëri tjetrit, jo për nënçmim njëri tjetrit. Të gjithë njerëzit në këtë botë prej Ademit e deri në fund, që kanë ardhur edhe njohin më shumë se një Zot, ata gjithë në xhehenem hin. Edhe ata pa i nda, pa i klasifiku, pa i tregu të mirat e ative. Tha Allahu inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi. Tha kushëm njef ma shumë se një Zot nuk e fali. O yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Tha e ma pak se ki gjuna, ma pak se ki të merr i besimit, tha ja fali kujt du. Po kështu njerëzit na kuptojnë neve. Shumë njerëz na kuptojnë, jo kej, shumë njerëz na kuptojnë. Hoxha e përmeni Nën Terezën, a di pse e përmeni, kje ka i noti. Kështu njerëzit na kuptojnë. Ato thjesht kështu kuptojnë. Ajo s'ash kështu. Ajo është një shembull. Po mos e çodit. Mos shko larg shumë. Axha i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam hin xhehenem. Axha i Muhammed Mustafa hin xhehenem. Le që hin, po s'del kur hiç.
Ebu Gjehlin Gjehennem për gjithmon, Ebu Lehebin Gjehennem për gjithmon, Gjehennem agjallarët. Baba i Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, gjishi Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Se njerëzit kështu kanë, kësi probleme kanë. Ato thujnë, hoxhën e vesin, qetrin hoxhë e vesin, hoxhën tanë e vesin, hoxhën jabanxhi e vesin. Thujnë ato, qishbe, baba i pejgamberin Gjehennem. Kurjo, baba i pejgamberin Gjehennem. Qisht? Po qish ai baba i ati që i spososët gjunjoja të spjegu për ta dhe për mirësit e ti, baba i ati në Gjehennem. Muhammed a.s. me umetin e vetë në Gjennet, baba i pejgamberin Gjehennem. Gjishi i ati në Gjehennem, agje i ati Abu Talib në Gjehennem. E pse, si, a di si? Ardhi njeri sa ja Rasulallah, ma halu ebi, sa baba jam ka vdek pa u bo musliman, sa si dhe tjetë puna ati nesër, se a ish musliman, ki kish kalu në islam ta shë intereson të për babën. Sa baba jam, Rasulullah nuk i sa baba jetë ati, sa abi wa abaka finnar, sa baba jam edhe i jotin Gjehennem. Baba jam edhe i jotin Gjehennem. Ta shonj pra. Mëse ke hi këtu, inshallah me izin e Zotit, hish pa të thonë, kime na ishtjaru e pse baba jati në Gjehennem, pse gjishi Muhammedin në Gjehennem, pse Abu Talibin në Gjehennem, edhe pse aj njeri pyti për babën e vetë, edhe pse aj pyti baba jem kua. I nderuar i gjemat edhe ju trit, ndëgjoni mirë se këto është pun fe. Këto është qeshtje besimi, nuk ka qeshtje të marumit qefit njëni qetrit. Aj që erdhë me pyt Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, qka i ka halët, babësitjet jenë halët e babës tem? Sa, baba jët, sa baba jem, pyte baba i vetë ja ka njës, sa baba jem, edhe baba jët në Gjehennem. Ebu Talibin Gjehennem, gjishi Abdul Muttalibin Gjehennem, Abdullahin Gjehennem, Emin janë Gjehennem. Gjehennem, nëna për nga mërë. Qërë së gjallarë thojnë, gjemoti shti ato qërë së gjallarë, kur tanin këtë nësti atë thojnë ndrishë, fanë në thojnë ndrishë ato. Ato që pyetshin, nuk patën për qëllim me mësu ku dhe shkoje babaj ative. Ato kishin i qëllim krejt qëtër nëse je gati tash me ndëgju. Nëse je gati me ndëgju. Pritshin mos po thot Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam se baba jem gjennet se ajnë ka lind muë. Ato vetëm këtë fjale pritshin, ma shumë ative s'ju dash ke fare. E pastaj, shkoj ke qetri zoj ke po edhe baba jem gjennet, se baba jati, edhe aj s'ka qenë mas Muhammedit edhe mas Kurani Kerimit, edhe aj ka vdek para, e pastaj të në kjo botare ajo një edhe tëre ditën e gjikimit, thëshim po, Muhammedit kullaj, babën e vetë a i në gjennem, a i babën e vetë. Në dinën e Ebu Gjehlit ishte edhe baba jati, a i babën e vetë preshti në gjennem, kullaj a i, po edhe Abu Talibin në gjennem, edhe a i në gjennet, edhe gjishi në gjennet, baba i Muhammedin në gjennet, gjishi ati në gjennet, tonë edhe Harithin në gjennet, edhe Velidin në gjennet, edhe Ubej ibn Khalef në gjennet, edhe Ubej ibn Khalef në gjennet, tonë dilke puna që, ku njerëzit do të thëshin, po edhe unë në 4 shok takona me babën e plak Muhammedit, edhe a i në gjennet, e pastaj edhe a i shka ka varos qikën e gjallë në gjennet, edhe a i shka i ka mit diqikat gjalla në gjennet, edhe a i shka i ka minimi vetë në gjennet, e kejtë tonë në gjennet mo, shka u mur vesh, e qka ka tonë, qfar do me thanje ka ki islami edhe ki Kurani ardhën pastaj, qfar do me thanje ka prej ati që njef një zot, edhe prej ati që njef ma shumë se një zot. Kështu janë punët, pra. Kështu janë punët, ajo pytja që ju patë bo ati nuk ishë për këtë sen, ajo ishë për këtë, si ta bim që të thot a i baba jem në gjennet, e pas ta i botën e kejtë në gjennet, më kur kush gjennet. Jo, Allahu dhuni pe, a i tha, inna Allah la yaghfiru an yushraka bih, të gjithë mushrikët prej kohës Ademit që ka kanë dalë, e kanë lind, e kanë jetu dhe kanë vdik, deri kur të lind djeli ka përëndon, kush njef ma shumë se një zot, në Gjehennem. E pa ato të mirat që i kanë bo, ato të mirat që i kanë bo, s'ka se vap a i që ban ma shumë, që njef ma shumë se një zot. S'ka se vape
ai që ban mirë edhe njeh ma shumë se një Zot. E shka janë të mirat e ati? Të mirat e ati janë gjëra që paguhen në këtë botë. Me vdekjen morin fund. Me vdekjen morin fund. Këtiva Allahu Gjelle Gjelali ju thot, shkoni lipnit mirat e juve për ata që i keni bo.